Qysh është qaj impakti i mahallës që të ka shty ty me zgjedh qitë artë të bukur, si profesion? Kam. Kam jetuar në shumë mahalla. Kështu që nuk e di cilin të zgjedh. Kam kujtimet e fëmijërisë në Itali shumë të gjalla edhe sot. Dhe janë kujtime loje. Dhe në ligë me kërcimin, ajo nuk është se, të them vërtetën, akoma nuk ishte diçka që e mendoja. Më ka hyrë më vonë, më ka hyrë në adoleshencë. Po lidhet me ju thatë fëminia ime ka qenë loj. Po. Ti tani? Po. Edhe tani. Tani? E shëtën një fakt që më pëlqen shumë, thotë që adulti kreativ, pra i rrituri kreativ, është ai që nuk u rrit kur.